çfarë do hiqja unë nga shtëpia ime për këtë vit që vjen për të pasur një shëndet më të mirë? Sepse ca gjëra i përdorim në përditshmërinë tonë pa pasur idenë se çfarë stresi i japit trupit tonë. Le ta fillojmë me parfumet. Disa prej tyre përmbajnë fethalates, të cilat tek trupi i femrave veprojnë si estrogen, duke dhënë çrregullim hormonal, dhimbje koke, ankth të tepërt dhe shumë probleme të tjera. Është e njëjta gjë sikur ne të hedhim benzinë në trupin tonë e të presim të mos ndizet flak. Nuk është se ndodh brenda ditës, është përdorimi i rregullt i ngadalshëm ditë për ditë që jep probleme shëndetësore. Një tjetër gjë që të kemi parasysh janë krembrat. Po ne themi, po ha moj ledja tani, po të gjithë i përdorin, i kemi kudo në supermarkete këto, na tregon kjo se janë të sigurt. Po fakti se i përdorin të gjithë edhe janë aty në rafte, nuk do të thotë se janë të sigurt. Shumë farmaci, shumë brande që bëjnë kremra përdorin flagrancat. Flagranca nuk është një përbërës, po janë 100 kimikate të miksuara bashkë koktejl të hedhura aty në kuti të bukur, që na tërheqin syrin kur i shikojmë. Por e dini se shumë produkte që hidhen në treg nuk janë të detyruara të tregojnë çdo përbërës që kanë në përbërjet e kremit. Prandaj duhet kemi shumë kujdes, sepse lëkura jon nuk është një mur që merren gjisha aty. Lëkura jon është port ku thith çdo gjë që ne vendosim në të. Një tjetër gjë që duhet kemi kujdes në shtëpitë tona janë plastika që janë kudo edhe në përmbështjellës ushqime që kanë nëpër plastika, nëpër gjëra. Po mirë këto, të paktën mos të përmbajmë enë plastike në shtëpi që të ngrohen ose të hedhim ushqim të nxehtë. Në momentin që e bëjmë këtë, lëshojmë plastike, mikroplastike nga më të ndryshmet në trupin tonë, të cilat vështirë se dalin nga trupi i njeriu. Jo vetëm që vështirë se dalin, po tek femrat zakonisht grumbullohen aty në indin dhjamor dhe ngelen aty. Keni shumë kujdes, sepse edhe nëpër kafe që shërben këto kafe plastike janë shumë të rrezikshme. Në përbërjen e tyre, ato që duket si karton, kanë plastik, kanë mikroplastik që nga nxeja lëshohen direkt në organizmin tonë. Një tjetër temë e cila e kam prekur në një video të mëparshme dhe nuk mund të zgjatem, është ushqimi. Ushqimi i super përpunuar me aditiva, me ngjyruesa, me sheqer që nuk mbarohen se sa përbërës që kanë nëpër kutitë e paketimit që blejmë. Madje, disa prej tyre kanë dhe atë shenjën, warning, kujdes mund të shkaktojnë kancer. Ata e thonë aty në paketim. Çfarë presim? Sepse një zorrë e shkatruar është e barabartë me një inflamacion kronik. Është e barabartë me një trup të çrregulluar hormonalisht dhe nga të gjitha anët. Prandaj bëni shumë kujdes për sjelljen e produkteve që vendosim të konsumojmë çdo ditë ne dhe për familjarët dhe për fëmijët tanë. Një tjetër gjë që dua të prek është normalizimi i shumë nenave që thonë jam e lodhur nga fëmia, nga puna, nga shtëpia. Mos e normalizoni këtë gjë. Nuk është normale të ndihesh e lodhur gjithkohës. Nuk është normale, mund të kesh mungesë vitaminash, mund të kesh mungesë çrregullime hormonale. Bëni kontrollet e duhura, mos e lini veten tuaj pastore, sepse ne kujdesemi për fëmijën, për burrin, për familjen, për çdo gjë, për veten tonë e lëm në fund. Mos e normalizoni këtë gjë. Trupi jon është si një kopësht, ku çdo gjë që ne vendosim të mbjellim, rritet. Prandaj, të zgjidhim gjërat më të mira për të hedhur trupin tonë, që të lulëzoj kopshti jon. Nëse jeni të interesuar për video të tilla, më lini koment çfarë ju ka bërë përshtypje nga këto gjëra dhe nëse do doni të bëni një video tjetër se çfarë produkte janë vërtet rrezikshme për shëndetin tonë. Ju përshëndes, uroj të jeni mirë.